Moderatorja e njohur dhe dashur për publikun, Kiara Tito, ka zhvilluar së fundmi një bashkëbisedim të gjatë me ndjekësit e saj në Instagram, ku ka ndarë mendime të sinqerta dhe ka dhënë përgjigje për pyetje nga më të ndryshmet. Ky komunikim i drejt për drejt me fansat është pritur shumë mirë, pasi shumë prej tyre janë treguar kurioz për jetën personale dhe profesionale të prezantatuesës së Portokallis. Pyetjet kanë qenë të shumta, që nga jeta familjare, me Luizin, e deri te mënyra se si ajo e menaxhon profilin e saj publik. Në mesin e pyetjeve, ka pasur edhe nga ata që i kanë bërë vërejtje për mënyrën se si ajo paraqitet në rrjetet sociale. Një prej ndjekësve i ka shkruar: "Ky Insta personazh i ri që do të krijosh, si seksi, nuk i pëlqen Luizit fare, as ty nuk të shkon." Komenti është përhapur shpejt në rrjet, por Kiara nuk e ka lënë pa përgjigje. Me një qëndrim të qetë dhe plot vetbesim, ajo ka sqaruar se nuk ka krijuar asnjë personazh të ri dhe se mënyra e saj e të shprehurit ka qenë gjithmonë kjo. Personazhi i ri, unë kështu kam qenë që prej 2018-s, nuk kam pse krijoj asgjë të re. Kjo jam unë. Gjithashtu, të sugjeroj të hapësh Style Star Show 2020-2022 dhe do e kuptosh që asgjë s'ka ndryshuar, jam thjesht një vit e gjysmë postpartum, ka shkruar ajo në përgjigje, duke i treguar ndjekësit se stili i saj nuk ka të bëjë me ndonjë ndryshim të qëllimshëm, por me evoluimin e natyrshëm të kësaj si njeri dhe si grua. Moderatorja ka shtuar gjithashtu se moda është një pasion i hershëm i saj, kam një jetë që e dashuroj moden dhe jam gjithashtu në ndjekje të trendeve të fundit nga Fashion Weeks në përbot, nga ku gjej edhe frymëzim, ka vijuar Kiara. Me këtë përgjigje, ajo ka treguar se postimet e saj nuk janë të rastësishme, por një mënyrë për të ndarë frymëzimin dhe energjinë e saj pozitive me ndjekësit. Fanatët kanë përgëzuar qëndrimin e saj, duke e vlerësuar për maturinë, klasin dhe për mënyrën e mençur si e menaxhon vëmendjen e madhe që ka. Për shumë prej tyre, Kiara mbetet një prej figurave më të dashurat e ekranit shqiptar, jo vetëm për bukurinë dhe stilin, por edhe për personalitetin e fortë dhe mënyrën e drejtë se si përballet me kritikat. Në fund, ajo ka lënë të kuptohet se do të vazhdojë të jetë vetvetja, pavarësisht komenteve apo perceptimeve të tjerëve.